Drejtuesi politik I Partisë Socialiste Benet Beci është takuar me banorë të zonës Dobraçiri në Shkodër. Ai shoqërohej në këtë takim nga kandidati I Partisë Socialiste Bujar Rexha. Besmir Mataj, si pjesë e kësaj zone dhe një nga bashkëorganizatorët e këtij takimi, shprehu mbështetjen maksimale për Partinë Socialiste dhe Benet Beci në këtë zgjedhje, si vijimi I transformimit të Shkodrës. Si gjithë e kemi parë, në ardhmën e kryetarit zoti Benet Beci në Shkodër, gjërat kanë ndryshuar. Dora është vendosur në gjithë qytetin dhe në zonat të rreth, ku edhe tek ju ne kemi parë tashmë sepse ka filluar me ujësjellsin. Besoj se asnjëherë më të garantuar dhe më të fortë nuk jemi se sot me këta dy burrat për të orientuar gjitha problemet tuaja dhe për të marrë zgjidhje, sepse puna e Benetit dhe lidhjet e Bujarit me Tiranë, Minim Zoti do t'i japin zgjidhje problemeve tuaja. Për kandidatin e Partisë Socialiste Bujar Rexha, lidhja e ngushtë mes parlamentit dhe pushtetit vendor është një binom investimesh dhe vëmendje e shtuar për Shkodrën. Dobraçiri I ri është pjesë integrale e qytetit Shkodrës dhe është pjesë dhe do të jetë pjesë e investimeve dhe kujdesit që Bashkia e Shkodrës, që qeveria e Partisë Socialiste do të tregoj për ju. Ka marrë thjesht t'ju takoj ju, të njifem me hallet dhe problemet dhe t'ju premtoj ju si një deputet në parlamentin e ardhshëm, do të jem pranë jush së bashku me kryetarin e bashkisë zotin Benet Beci, që t'ju japim zgjidhjeve në mënyrë sa më të shpejtë të gjithë këtyre problemeve që ju I dini më mirë se të gjithë ne. Që Partia Socialiste me fitoren e bashkisë së Shkodrës me drejtuesin Benet Beci ka filluar të bëj punë të mira edhe për ju, pasi e di shumë mirë që ju nuk jeni vetëm 350 familje në këtë zonë, por ju jeni pjesë shumë e rëndësishme e Shkodrës dhe keni nevojë për shumë investime ashtu si dhe pjesë të tjera. Nga ana e tij, drejtuesi politik Benet Beci kërkoi një vot masive me 11 maj, për më shumë përgjegjësi dhe vëmendje nga ana e qeverisë shqiptare për Shkodrën. Sa më shumë deputet Partisë Socialiste të kemi në parlament, sa më shumë ju votoni deputetët si Bujari apo gjithë listën e deputetëve tonë që është lista më e mirë, aq më shumë është fuqia e bashkisë, aq më shumë është fuqia për investime, aq më shumë është mundësia për ta ndryshuar këtë vend. E thashë se duket gjë e vogël si fjalë, po është thelbi I zhvillimit të një zone. Kombinimi mes punës të pushtetit vendor, të bashkisë me parlamentin. Do vim shumë shpejt jemi prezent në zonat e juja me investime, sa më shumë vota aq më e madhe është përgjegjësia për ne. Sa më shumë deputet dalin nga Shkodra, aq më e madhe është mundësia që ne të votojmë. Votoni për deputetët tanë nëse doni zhvillohemi të ecim shpejt. Vetë banorët e kësaj zone pranuan se prej vitesh në këtë zonë nuk është vënë dorë dhe se vetmja shpresë e tyre është Partia Socialiste. E di shumë mirë që në 2 vite, në 4 vite, është shumë e vështirë mu plotësu tana kërkesat tona. Jena një vend I shtrim dhe kërkesat janë shumëta, por kishim dashur prej jush me pas një farë projekti në cilin ne dim edhe një kohë zgjatje se kur do të realizohen, që këto premtime mos ngelen ashtu siç thatë ju elektorale. Gjëja që kërkojmë për jush është me thonë, do realizojmë 1, 2, 3 gjana dhe këto do I realizojmë në një kohë të caktuar. Atëherë jam I sigurt dhe flas në emrin tonëve realisht, jena tonë gati me ju mbështet. Dhe urojmë që në këto zgjedhje jo të nxjerrni 5 deputet, po të nxjerrni 7 deputet. Ne jemi në një proces të përbashkët. Ne mbështesim njëri tjetrin. Nëse mendoni që nuk kemi gënjur deri tani, atëherë na votoni sepse prap do vazhdojmë punojmë më shumë se ç'themi. Modeli tregon që ne po punojmë fort dhe do sillim shumë shpejt do ta shihim rezultatin edhe në zonën tuaj. Unë jam doktoresh, jam diplomuar në Itali dhe kam marrë dhe punoj në Shqipëri. Duhet që shembullin tem ta njekun edhe të tjerë të mrapan. Faleminderit shumë. Do me thonë jeni I pari kryebashkiak si keni punu në përsosën. Tash disa vite. Ne nuk do ta lejmë tash këtë këtu. Ne do ta çojmë një hap tjetër. Edhe gjithë bashkë do ta çojmë një hap tjetër. Shkodra është spektakël për Zotit, ne do ta bëjmë të jashtëzakonshme për njerëzve dhe për bashkëpunimin tonë.